Procesi për dosjen e rrëmbimit dhe zhdukjes pa gjurmë të trupit të eliminuar fizikisht të Jan Prengës më 17 janar 2020 nga Kamza në kompleksin Golden të Altin Hajrit në Shijak ka hyrë në një tjetër fazë. Gjyqi për të pandehurin pothuajse të vetëm të fashikullit të parë, Festim Biçdili, po vijon në apelin e gjykatës së posaçme. Prokuroria e Spakut Elida Kaçkini depozitoi edhe prova të tjera për çështjen. Kemi një kërkesë tjetër duke qenë se në kuadër të procedimit penal 62 fraksion 3/2022 janë kthyer përgjigje dhe janë dërguar letër porosi. Konkretisht komunikimet Sky mes të pandehurve proces që po ndiqet edhe në gjykatën e posaçme. Janë në interes të këtij procesi referuar edhe vendimit të gjykatës së lartë për rikthimin e çështjes këtu. Është kryer proces verbali i identifikimit të pinit të Dritan Rexhepit, Gentian Funishit, Altin Hajrit. Komunikimet lidhen me ngjarjen për të cilën akuzohet edhe Festim Biçdili. Ne vlerësojmë se këto komunikime janë në interes të këtij procesi. Janë marrë akte 75/2022 është marrë praktika përkatëse për ndihmë juridike autoriteteve franceze, tha përfaqësuesja e akuzës. Mëtej ajo shpjegoi se janë kryer edhe veprime për të pandehurit e tjerë të çështjes. Për Dritan Rexhepin është marrë edhe letër porosia edhe për të pandehurin Altin Hajri, i bashkëpandehur në një gjykim në gjykatën e posaçme, dhe njëkohësisht është marrë edhe praktika që është dërguar nga autoritetet franceze, që tregon mënyrën se si janë marrë komunikimet Sky dhe janë bërë pjesë e procesit. Pra mënyra e ndërhyrjes për marrjen e komunikimeve. Janë komunikime që janë marrë konform rregullave. Aktet I kemi të listuara. Informacion shtesë mbi hetimet e kryera për rrëmbimin me pasojë vdekjen e Jan Prengës më 17 janar 2020 Kamz. Komunikimet Sky ECC mes Dritan Rexhepit dhe të tjerëve për rrëmbimin e këtij shtetësi. Komunikimet Altin Hajrit, Gentian Funishit dhe shkresa që janë dërguar nga Ministria e Drejtësisë për marrjen e akteve, vijoi prokuroria duke renditur provat me rëndësi që sipas saj faktojnë përfshirjen e organizatës kriminale të akuzuar ku një pjesë të dyshuarve po procesohen më vete. Biçdili është I vetmi I dënuar deri tani pasi kopshtari I kompleksit sipas hetuesve nuk tregon vendin ku është dërguar trupi I Prengës. Avokati Ilir Murati tha se provat nuk duheshin pranuar. Kërkohet riçelje tjetër me sa kuptuam për të paraqitur prova të reja. Në bindjen time nuk duhet pranohen provat. Nëse ka mundësi prokuroria të na thotë do ketë prova të tjera në seancën e radhës apo jo, u shpreh ai. Ndërsa prokurori Behar Dibra u përgjigj se kjo është një kërkesë vazhduese. Gjykata pranoi kërkesën e avokatëve për të njohur me aktet e prokurorisë posaçme dhe seanca e radhës u la më 13 maj ora 9. Prenga u rrëmbye dhe u zhduk si hakmarrje për grabitjen e një ngarkese me mbi 100 kg kokainë në portin e Portsmouth në Angli nga vllai I viktimës, ngarkesë që I përkiste organizatës në fjalë që sipas hetuesve drejtohej nga Dritan Rexhepi nga burgu në Ekuador. Ky I fundit e ka mohuar implikimin në çështje teksa organizatori tjetër Altin Hajri, pronari I kompleksit Golden ku ndodhi krimi, rezulton ende në arrati.